Toho, unë jam Robert Fetohu, koordinator i granteve në KCSF dhe ju uroj mirëseardhjen në infosesionin për grante për zhvillim organizativ, i cili po mbahet online dhe ka për qëllim uh, për t'ju japur sa më shumë informacione, detaje dhe t'i trajtojmë së bashku edhe ndonjë çështje, pyetje apo çfarëdo kërkesë që mund ta keni gjatë procesit të aplikimit për grant për zhvillim organizativ. Gjithashtu, për të gjithë pjesëmarrësit, ata që kanë hyrë tash, nëse kemi pjesëmarrës që janë folës apo janë pjesëtar të komunitetit të serb, e kemi gjithashtu edhe përkthimin në gjuhën serbe, i cili mund të kyçet duke hyrë në interpretation dhe nga gjuha shqipe bëhet në gjuhën serbe. Gjithashtu e kemi edhe tekstin i cili e tregon se në çfarë mënyre mund të kyçni për kthim në gjuhën serbe. Dhe pas këtyre detajeve teknike, do të filloj edhe prezantimin për thirrjen për grant për zhvillim organizativ dhe detajet e tjera. Gjithashtu, për pyetje, kërkoj falje për kollitje. Për pyetje ju lutem, nëse keni gjatë prezantimit, shkruani në chat, ose nëse mund t'i koleksiononi pyetjet, mund t'i bëni ato edhe në fund të takimit, cila do mënyrë që ju duket më e përshtatshme për juve dhe në fund t'i trajtojmë të gjitha pyetjet dhe përgjigjet dhe bashkërisht do t'i diskutojmë për kërkesat e juaja dhe çështjet që mund t'i keni. Fillimisht, falje. Mi falë një herë. Fillimisht, është me rëndësi të dihet programin e të cilin është edhe thirrja për grant për zhvillim organizativ apo instrumenti për zhvillim organizativ. Çka është EJA fillimisht, që të gjithë ndoshta e keni parë në një formë ose tjetër, sidomos ju që jeni në këtë infosesion. EJA është angazhimi për veprim të përbashkët ose Engagement for Joint Action në gjuhën angleze, është program i KCSF-s për përkrahje për shoqërinë civile. Tash jemi në fazën e dytë të EJA-s dhe fatmirësisht kemi pasur mundësi të ofrojmë përkrahje të gjerë për shoqërinë civile në Kosovë nëpërmjet granteve, nëpërmjet ngritjeve të kapacitetit, gjithashtu edhe përmes vlerësimit të çmimit për demokraci. Qëllimi i EJA-s apo angazhimit për veprim të përbashkët është programi KCF-s që mbështet nismat e shoqërisë civile përmes granteve, ngritjeve kapacitetit dhe me synimin e përgjithshëm për të dhënë një kontribut domethënës në zhvillimin demokratik dhe socio-ekonomik të Kosovës. Dhe në këto dy faza të EJA Kosovë, ndikimi veç është i vlerëshëm në shumë fusha nga niveli lokal deri tek niveli më nacional, nga organizatat dhe nismat që përkrahen nga ky program. Çka janë disa elemente me rëndësi të EJA Kosovë që normalisht janë të ndërlidhura edhe me thirrjen apo instrumentin për grante për zhvillim organizativ. Është shumë e rëndësishme në programin ton, EJA Kosovë dhe instrumentet që i ofrojmë, që të jetë përfshirja e qytetarëve në punën e shoqërisë civile. Në këtë drejtim, nuk ka një formulë unike që EJA Kosovë e drejton apo e kushtozon për përfshirjen e qytetarëve në punën e shoqërisë civile. Nuk ka asnjë grup unik të caktuar. Ka karakteristika të ndryshme të organizatave dhe qytetarëve që përfshihen. Në programin e EJA Kosovë dhe punën me KCF, procesi është më i gjatë dhe më gradual. Është i qëllimshëm dhe sistematik, do të thonë ka punë të vazhdueshme dhe është ideja që të ketë edhe forcim të sistemeve dhe të punës së shoqërisë civile dhe organizatave me të cilat punojmë. Sa i përket qeverisë së brendshme të shoqërisë civile, ajo çfarë EJA Kosovë e moton ti përforcojë dhe gjithashtu e kërkon është rregullësia administrative dhe financiare për organizatat, transparenca dhe përgjithësi programatike dhe dhënia e llogarisë ndaj atyre për të cilët punojnë organizatat, nisma dhe shoqëria civile në përgjithësi. Si EJA Kosovë, si rezultatet të përgjithshme të programit EJA Kosovë, janë disa rezultate që priten, po jo vetëm, sepse pastaj ka ndërthurje në bazë të punës që bëhet në përgjithësi me të gjithë programet dhe instrumentet, po disa nga më kryesorët janë çka mëtohet të arrihet, është avokim dhe mundësi të reja për pjesëmarrje të qytetarëve dhe qytetarëve në përmirësimin e çështjeve me interes publik,
dhe forcimin e lidhjes së qytetarëve dhe përmirësimin e llogaridhënies dhe transparencës ndaj qytetarëve dhe qytetarëve me të cilët punon, si dhe publikut të gjerë. Janë këto rezultate që i gjithë programi i ka si targete që duhet të arrihen ose tentohet të arrihen dhe punohet vazhdimisht me shoqërinë civile, me organizatat, nismat me të cilat ne punojmë dhe me individët në instrumentet e caktuara. Dhe tash do të shkojmë në një shqyllim pak më të gjerë të grantit për zhvillim organizativ, për të cilën normalisht është thirrë edhe info sesioni i sotëm. Granti për zhvillim organizativ është një instrument mjaft i veçantë dhe goxha unik në skenën e shoqërisë civile apo në ofrimin e mbështetjes për shoqërinë civile në Kosovë, pasi ofron një mundësi për forcim dhe për transformim të organizatave të shoqërisë civile, duke i marrë përsipër programet e tyre, sistemet që punojnë financiar, qeverisin e brendshme, qëndrueshmërinë digjitale, strategjitë në organizatave të tjera, për të cilat do të flasim në vazhdim një nga një. Prandaj edhe është më unik për mënyrën se si e ofron përkrahjen dhe rezultatet që nxirren në fund të përkrahjes. Fillimisht, cilat janë kërkesat e përgjithshme apo kriteret e kualifikueshmërisë që ne i kemi të caktuara. Kush mund të aplikojë? Mund të aplikojnë OJQ-t vendore të regjistruara sipas legjislacionit fuqi në Kosovë. Megjithatë, duke ditur që gama e organizatave shoqërisë civile, megjithatë dhe legjislacioni në fuqi për regjistrimin e OJQ-ve është mjaft i gjerë, përfshin disa organizata, ndonse janë të regjistruara si OJQ, nuk kualifikohen për përkrahje në programin EA Kosovë dhe as për këtë instrument. OJQ-t vendore të regjistruara në Kosovë që e kanë fushmërinë të organizatës, shoqatës dhe që kanë direkt punën si organizat, janë të kualifikueshme, kurse organizata ndërkombëtare me deg në Kosovë, edhe ndonse mund të jenë të regjistruara në Kosovë si deg, nuk kualifikohen. Aspekte tjera që organizata që nuk kualifikohen ose entitete që nuk kualifikohen janë edhe shoqata kulturore amatore të llojit të ansambleve për shembull, apo të klubeve kulturore amatore, gjithashtu federatat dhe klubet sportive që mund të jenë të regjistruara si OJQ dhe që kanë karakter garues, gjithashtu nuk kualifikohen për aplikim në programin EA Kosovë dhe në thirrjen për grant për zhvillim organizativ për cilën jemi duke u taku sot. Kështu që është mjaft e rëndësishme që ta shikoni fushëvërtetarinë e organizatës para se të aplikoni, nëse ndonjëra prej organizatave të juaja bën pjesë dege organizata ndërkombëtare, shoqata kulturore amatore, klube sportive, federata sportive nuk kualifikohen për aplikim. Organizata që aplikon duhet të jetë përgjegjëse për menaxhimin e grantit, jo të delegohet të dikush tjetër, por duhet të jetë përgjegjëse për menaxhimin e plot të grantit për të cilën thirrët, gjithashtu të ketë aftësi për menaxhimin e grantit. Kur çka nuk kuptohet me aftësi, që të ketë minimalisht resurse për menaxhimin e granteve, staf, persona që merren me grantin dhe aspekte tjera teknike që bëjnë të mundshme menaxhimin e grantit. Gjithashtu, kjo është për përfitues të KCF-s të demonstroj trend pozitiv të zhvillimit sa i përket kapaciteteve të brendshme, ashtu edhe për strategjinë programore. Domethënë nëse kishin përfituesi KCF-s në çfarëdo lloj granti nga 2015 deri në 2025, duhet ta tregonin një lloj trend pozitiv të zhvillimit se si përkrahja e KCF-s e ka ndihmuar organizatën dhe ka një trend të pozitiv të zhvillimit, të mos jenë të udhëhequr nga persona të ekspozuar politikisht, cila është një prej kërkesave që është në formën për aplikim dhe është detajzuar mjaft mirë se çka nënkupton personi ekspozuar politikisht, në çfarë hyn atë kategori, pranojnë dhe zotojnë të përmbahen vlerave themelore të EA Kosovë dhe në rast se ka grant institucional gjatë kësaj periudhe nga SIDA, nuk nënkupton grant për projekte apo projekte tjera të vogla që mund të keni nga donatorion SIDA, por grant institucional që është një përkrahje më e madhe dhe më afatgjate që përfshin edhe përkrahjet e sistemeve, atëherë nuk mund të ketë përkrahje të dyfisht
dhe normalisht të demonstrohet që angazhimi i përgjithshëm, edhe pse aplikimi për grant për zhvillim organizativ është mjaft specifik, po angazhimi të jetë në fushën e në përgjithësi qëllimi i organizatës i organizatave të jetë në fushën e demokratizimit dhe fushave të programit të EA Kosovë. Cilat janë kriteret për aplikim? Pastaj për kriteret do të flasim edhe më gjatë, edhe më në detaj, pse pasi do të ketë edhe kërkesa specifike që janë veç se të shpallura edhe në aplikacion, por edhe në udhëzues për aplikim. Organizata mund të paraqesin vetëm një aplikacion në këtë thirrje, pra nuk mund të dërgoni dy aplikacione ose të dërgohet një më fillim një më vonë, besoj që është kjo vetëm e vetë kuptueshme, por të paraqesim edhe një herë, pra vetëm një aplikacion në këtë thirrje. Për kozgjatjen e kemi të caktuar minimum të jetë 6 muaj dhe maksimumi 12 muaj. Pra më pak se 6 muaj, dhe nëse është 5 muaj nuk është e liushme për aplikim, ndërsa në aspekt të kozgjatjes mund të ketë më pak se 12 muaj, ajo varësisht nga planifikimi i organizatave dhe të mos kalohet 12 muaj si tërësi e aplikimit. Buxheti maksimal është 15.000 euro për këtë thirrje, për këtë aplikim që ju e bëni, duke e përfshirë edhe auditin në këtë shumë të aplikimit. Pra, auditi është edhe i caktuar edhe shumë edhe sheni edhe në aplikim që është 800 euro. Pra, duhet të përfshihet auditi në 15.000 euro që bëhet aplikimi. Niveli i intervenimit dhe mbulimi gjeografik tek EA Kosovë. Kjo është një element shumë i rëndësishëm që për të gjitha instrumentet tona vlen. Është që mbulimi gjeografik normalisht është edhe lokal nga komunat të ndryshme të Kosovës dhe qendror me fokus që ka më shumë edhe në kryeqytet apo nacional, që kanë organizatat zhvillimtari nacionale për te një qytet të caktuar, por më e rëndësishmja që është me rëndësi të mbahet mend dhe të dihet pastaj kur vjen procesi i vlerësimit dhe në fund përzgjedhja është që minimum 30% e granteve janë të dedikuar për OJQ që janë me vendodhje dhe me operim, me fushërimtari që e kanë në qytete jashtë Prishtinës, apo në qyteza, lokacione jashtë Prishtinës. Çka është rëndësishme te pjesa e 30% apo e kuotës gjeografike që mund ta përten ndryshe, është që jo domosdoshmërisht përdoret. Në rast se për shembull nga organizatat përfituese vetë se janë përzgjedh organizatat që janë nga qytete jashtë Prishtinës, atëherë nuk ka nevojë aplikimi i kuotës, por në rast ta zëm janë 5 grande dhe të pestat janë nga Prishtina dhe në asnjë organizat nuk është përzgjedhur nga komunat e tjera, për shkak se kuota është një aspekt programatik, është një rregull i vendosur për tërë programin e Kosovë. Ato organizata që janë në fund të renditjes zëvendësohen për shembull me dy organizata që janë më së lartë të renditura në listën e aplikimit. Pra është e rëndësishme të mbahet mend që të dihet që nëse vetëm se aplikohet kuota është diçka që është e shkruar, e dokumentuar dhe e komunikuar me të gjithë ju, po me të gjithë organizatat që një farë forme aplikojnë në programin EA Kosovë vetëm në këtë thirrje. Për cilat OJQ dedikohet granti për zhvillim organizativ. Granti për zhvillim organizativ në parim dedikohet për organizata me nivel jo shumë të lartë të konsolidimit. Në këtë rast nuk është edhe përjashtues edhe për ato që kanë nivel më të lartë të konsolidimit, po si strukturim është për organizata me nivel jo shumë të lartë të konsolidimit, por që megjithatë kanë drejtim të qartë të zhvillimit të tyre, pra dinë ka po dojnë me shku një farforme, ka kanë drejtimin si organizata të cilat i kanë qëllimet e veta programore të qarta, i kanë fushat me cilat punojnë, pra më të qarta, po ashtu grupin e qytetarëve që i përfaqësojnë e kanë të qartë, e kanë një lloj constituency që e quajmë në gjuhën angleze, me grupet që cilat punojnë, ka nevojë për zhvillimin dhe zbatimin e procedurave të brendshme dhe janë të gatshme të veprojnë më njëherë. Kur themi janë të gatshme të veprojnë më njëherë, pra që i kanë, që e thamë edhe në slajdet paraprake, kanë aftësi me menaxhu grantin dhe janë vetë përgjegjëse për menaxhimin, zhvillimin e projektit grantit specifik. Pra jo që të jetë
ta themi një organizatë e themeluar dhe nuk ka asnjë kapacitet që në momentin e marrjes së grantit ta zbatoj atë. Çka ju mundson EA Kosovë apo granti për zhvillim organizativ? Përkraje afatgjate dhe fleksibile, që e thamë edhe kohë gjatën sa, të ju ndihmon me ngrit kapacitetin dhe performancën e tyre në përgjithësi, i mi përmirësu praktikat e qeverisë së brendshme dhe ju mundson qysh mi përfshi sa më shumë punën me qytetarët, mi përfshi qytetarët në punën e tyre, rrjedhimisht edhe nëse nuk është i dedikimi i grantit për përfshirje qytetarëve, forcimi i organizatës apo sistemeve që ju mundson granti për zhvillim organizativ, ju ofron më shumë mundësi që me i përfshi qytetarët pastaj në punën në vazhdimsi. Një aspekt shumë i rëndësishëm në thirrjen për grant për zhvillim organizativ, sidomos në këtë thirrjen e dytë që kemi të shpolur aktualisht, për grant për zhvillim organizativ, është edhe një kapitulli 5, në aplikimin për grant për zhvillim organizativ, i cili është i titulluar Vlerësimi organizativ. Dhe në këtë pikë do të jap disa sqarime që besoj ju ndihmojnë pastaj në strukturimin edhe të aplikacionit dhe qëllimin e vetë vlerësimit, që për të mos e kuptuar si diçka të keq ose të dëmshme, apo se sa rëndësishme është që edhe ju të jeni realist në paraqitjen e vetë vlerësimit në formularin e aplikacionit. Vetë vlerësimi që është paraqit në këtë thirrje është një proces i strukturuar, përmes të cilit organizata analizon nivelin aktual të zhvillimit të saj organizativ, i identifikon pikat e forta dhe dobësitë, si dhe i vlerëson sistemet dhe praktikat që i ka në funksion. Ndoshta duke i pa pyetjet, keni me vërtetë vetë se janë disa aspekte që ndoshta në punën e përditshme nuk mendon vazhdimisht për to, ose ka aspekte që mund t'ju rikujtojnë se sa të rëndësishme janë këto procese dhe se do të doni ti përmirësoni ato. Prandaj vlerësimi organizativ kërkohet për të kuptuar nivelin aktual të zhvillimit organizativ, për të identifikuar sfidat dhe nevojat më të rëndësishme organizative që i ka organizata, për të siguruar që aktivitetet e propozuara adresojnë nevoja reale. Pra që një farë formë vlerësimi ju ofron konkretizim sa më të madh të nevojave të juaja dhe jo të jenë kërkesa më abstrakte apo më të përgjithshme për këtë grant, po ju mundsojnë që të konkretizoni sa më shumë nevojat e juaja dhe procesin e shkrimit të projekt propozimit për këtë grant dhe për mi adresu ato nevoja, po ashtu për të mundësuar që planifikimet të jetë më realist dhe ndryshimet të jenë të mashme organizative, pra në fund të shihet se çka është përmirësu pas përkrahjes eventuale normalisht gjithmonë. Pra, para shumë e përfola si lidhet me grantin. Pra, granti për zhvillim organizativ përse nuk financon aktivitete programore të veçanta, por përkrah organizatat në forcimin e sistemeve, praktikave dhe kapaciteteve që i ndihmojnë më pastaj organizatat me rrit qëllimet e tyre programore të përgjithshme që veç i kanë në strategji apo në punën e përditshme të tyre. Dhe vlerësimi shërben si bazë për identifikimin e prioriteteve organizative dhe ndryshimeve që organizata synon të arrijë përmes grantit. Cili është qëllimi i vetëvlerësimit organizativ? Qëllimi është që të identifikohen sistemet që kanë nevojë për përmirësim, sfidat që kufizojnë arritjen e qëllimeve programore, prioritetet më të rëndësishme për zhvillimin organizativ dhe ndryshimet organizative që mund të arrihen realisht gjatë periudhës së grantit. Dhe një gjë shumë e rëndësishme, nuk ka si ta themi vlerësim penalizues nëse vetvlerësimi për shembull ju nxjerr me nivel më të ulët të konsolidimit apo më të dobët apo ju nxjerr me nivel më të lartë të konsolidimit. Vetvlerësimi shërben edhe neve si me punën më pastaj me grantist, por edhe për vlerësimin e përgjithshëm të aplikacionit tuaj për t'i pa nevojat, sfidat dhe qëndrueshmërinë që organizata ka. Prandaj, sa më realist të jetë vetvlerësimi, aq më mirë është më pastaj edhe për punën në vazhdim dhe për identifikimin e nevojave që ju i keni që mund t'i adresoni përmes grantit për zhvillim organizativ.
Çka janë disa shembuj konkret të përkrahjes për zhvillim organizativ. Për shembull tek qeverisja dhe menaxhimi apo qeverisja e brendshme dhe menaxhimi i organizatës, çfarë mund të përkrahet nga ky grant. Për shembull, përmirësimi i strukturave dhe qeverisjes së brendshme. Kjo mund të bëhet edhe me ekspertë të jashtëm, me workshope, me mënyra që qysh ju e shihni si mund të përmirësoni strukturat e qeverisë së brendshme. Po ashtu mund të ketë përkrahje për hartim ose rishikim të strategjisë organizative, politikave dhe procedurave të brendshme, duke filluar për rreguloreve, ta themi rregulloren e punës, rregulloren financiare, kodin e etikës dhe të tjera dokumente shumë të rëndësishme për organizatat. Qartësimin e roleve dhe proceseve të vendimmarrjes, nëse vetë se ka nevojë, mund të kërkohet përkrahje edhe për qartësim të roleve, tërsi rregullimin e menaxhimit dhe vendimmarrjes së organizatës. Tek menaxhimi financiar, për shembull, forcimi i sistemeve të kontrollit financiar. Po ashtu mund të aplikohet apo të merren edhe software të ndryshëm të menaxhimit financiar, për shembull QuickBooks, por jo vetëm po e marr si shembull që është diçka e tillë e mundshme me këtë grant. Po ashtu procedura të prokurimit dhe menaxhimit të aseteve, përmirësim të këtyre procedurave, rishkrim apo prodhim i ri komplet i këtyre procedurave, po ashtu dhe planifikim financiar dhe buxhete më të mirë tek pjesa e menaxhimit financiar. Po ashtu të cilësia programore të rëndësishme, mund të ketë shembuj të përkrahjes të forcimit të sistemeve të monitorimit dhe vlerësimit, të forcohen apo të krijohen mekanizma për mbrojtjen dhe analizimin të dhënave, po ashtu të bëhet edhe përmirësimi i cilësisë së programeve. Tek përfshirja e qytetarëve, që veç se e tham se sa rëndësishme është për programin EA Kosovë, edhe pse aktivitetet për grant për zhvillim organizativ mund të mos kenë përfshirje qytetare direkte, varësisht prej qëllimeve që ju i keni me grantin për zhvillim organizativ. Megjithatë, mbështetja e grantit për zhvillim organizativ ndihmon më pastaj që qytetarët jenë të përfshirë vazhdimisht në punën e organizatave, si për shembull shembuj të përkrahjes tek përfshirja e qytetarëve mund të jenë krijim të strategjisë për përfshirjen e qytetarëve, mekanizma të llogaridhënies dhe marrjes së feedbackut me komunitetin që ju punoni, forcimi i marrëdhënieve me grupet që organizata i përfaqëson. Tek qëndrueshmëria organizative, disa aspekte të rëndësishme që bashkë mund të përkrahen dhe janë shembuj të përkrahjes, janë për shembull strategjia për mbledhjen e fondeve, diversifikimi i burimeve financiare, se si mund të diversifikohen, të mos ketë një përqendrim të vetëm një burim, vetëm një donator, vetëm një skem, po varësisht prej tipologjisë organizata mund të ketë diversifikim edhe më të madh, dhe kjo mund të bëhet përmes përkrahjes për grant për zhvillim organizativ. Forcimi i marrëdhënieve këtë veç e thamë edhe me grupe që organizata i përfaqëson. Tek qëndrueshmëria digjitale, tash sidomos në këtë epokë që ne jetojmë, digitalizimi apo puna me sisteme digjitale është mjaft e rëndësishme pothuajse për gjitha organizatat e shoqërisë civile. Në këtë rast, për shembull, çka mund të përkrahet, këto janë vetëm disa shembuj, sepse mund të ketë diçka të ngjashme që mund të mos përmendet tash, po këto janë konkretizime që besoj ju shërbejnë, për shembull politika për mbrojtjen e të dhënave, për mbrojtjen e të dhënave të organizatës apo punës që e keni edhe me grupin e qytetarëve të cilin e përfaqëson në një farë forme. Masa për sigurinë kibernetike, pra e dim që mund të ketë tash në këtë kohë të cilën po jetojmë edhe nevojë për siguri kibernetike, për forcim të ta zëm emailave, për forcim të webfaqes, për forcim të rrjeteve sociale nga sulmet e jashtme, nga aspekte të tjera që janë të rëndësishme për juve dhe sisteme digjitale për menaxhimin e informacionit dhe njohurive organizative. Sekond. Gjithashtu, Gjithashtu, edhe kjo thirrje, si çdo thirrje tjetër e programit EA Kosovë, i ka të përcaktuara dhe çështjet horizontale që janë pjesë integrale programatike e EA Kosovë dhe çdo instrumenti.
Çështjet horizontale i keni të paraqitura edhe në udhëzues për aplikim, i kemi të ndarë edhe në web faqe, nëse keni pasur tek thirrja, edhe janë të ndarë në integrimin gjinor, që është çështje ndërlidhur në të gjitha intervenimet, edhe pse qysh e thash disa herë që ta mos ripërsëris shumë herë vetën, kjo thirrje është më specifike për zhvillim organizativ, megjithatë, kjo është e nevojshme me punën e ju me qytetar përtej thirrjes se si e trajtoni për shembull integrimin gjinor, edhe nëse nuk keni aktivitete për shembull përfshirje të pjesëtarëve të jashtëm për të organizatës, është e rëndësishme të paraqitet se si integrimi gjinor është një pjesë integrale dhe si organizata e ka të përmbledhsuar këtë pjesë, po ashtu përgjegjësia ndaj mjedisit në të gjitha intervenimet dhe aktivitetet e organizatës përtej grantit, qasja e bazuar në të drejtat e njeriut, e cila është në të gjitha intervenimet dhe aktivitetet, çka është e rëndësishme për grantistët apo organizatat, do të thonë pak a shumë një përfolje që të jetë qasje të barabartë në zgjinive, kujdes ndaj nevojave specifike të burrave dhe grave, djemve dhe vajzave, kujdes për stereotipe të dëmshme, kujdes për ndërhyrje dhe ndikimin në mjedis, promovimi i qëndrueshmërisë dhe minimizim i efekteve negative në mjedis, respektim, mbrojtje dhe promovimi të drejtave dhe dinjitetit të të gjithë individëve pa dallim, dhe shmangje në të çfarëdo forme nga shmangje të çdo forme faktikisht të diskriminimit apo padrejtësive dhe raportimi, kjo vlen për të gjithë programin EA Kosovë, normalisht të dhëna të ndala edhe sipas gjinisë me përfshirjen e qytetarëve që janë brenda aktiviteteve që organizatat i organizojnë. Tek thirrja për grante për zhvillim organizativ, janë edhe disa ndërhyrje apo aktivitete që nuk janë të kualifikueshme, pra nuk janë të lejueshme në këtë grant, dhe ato janë të gjitha aktivitetet që nuk kontribuojnë drejt për drejt në zhvillimin organizativ. Për shembull, me e konkretizu nëse ka aktivitete që as pak nuk lidhen me zhvillimin organizativ dhe janë komplet jashtë fushës që shumë mund të ngjajnë një projekti tjetër apo një thirrje tjetër dhe nuk ka diçka të ndërlidhur me zhvillimin organizativ, me ato funksione sisteme që veç i përmenda më lart dhe nuk kualifikohen për këtë thirrje. Aktivitete në të cilat organizata përfituese shërben vetëm si ndërmjetëse për palët e treta, edhe kjo nuk është e lejueshme, pra vetëm me marr grantin dhe me qenë ndërmjetësues të dikush tjetër, ose me implementu grantin ose me u dediku për dikant tjetër, nëse mund ta them kësaj, normalisht nuk është e lejueshme, pra aktivitetet duhet të jenë për organizatën edhe për implementim edhe për nevojat e saj dhe jo të jetë organizatë ndërmjetësuese për dikant tjetër. Aktivitetet të zhvillimit organizativ, por që kanë shumë nivele të aprovimit nga palët të treta, pra nëse duhet aprovime edhe nga jashtë organizatës apo nga palë që janë të involvuar në çfarëdo forme dhe kjo shkakton vonesa që organizata ti implementoj aktivitetet e zhvillimit organizativ, këto nuk janë të lejueshme. Aktivitetet që drejt për drejt lidhen me partitë politike ose që i mbështesin ato, ndërhyrjet që janë në kundërshtim me vlerat themelore, është një dokument shumë i rëndësishëm, cilin besoj e keni pa ose do ta shihni qoftë në formën e aplikimit apo në dokumente që i trajtoni për me e përkadit aplikacionin për GZO, pra nëse në kundërshtim me vlerat themelore që janë të paraqitura në dokumentin që KCF-ja e ka të ndonë për të gjithë përfituesit edhe për të gjithë organizatat dhe nisma që punojnë me KCF-n, atëherë normalisht nuk përkrahet një gjë e tillë. Investimet kapitale, në këtë rast investimet kapitale si për shembull blerje të pronës apo investimet kapitale që nuk lidhen me zhvillim organizativ nuk lejohen. Grantet e përbëra ose kryesisht të përbëra nga punë përgatitore dhe studime, aktivitetet të llojit të shërbimit, ato të ngjashme me asistencën teknike, fushata ndërgjegjësuese pa veprime të duhura pasuese, në këtë rast i bie që për shembull vetëm një fushat ndërgjegjësuese dhe nuk ka kurfar plani më tej për me e plasu këtë fushat, me i pa frytet e saj, me pa punën që është bë për me këtë fushat ndërgjegjësuese, normalisht një gjë e tillë nuk lejohet. Nën grante për palët e treta, pra që të merret grant dhe një pjesë të ndahet për një palë të tretë si grant, nuk lejohet, gjithashtu bursat
çfarëdo forme që mund të ndahen nuk janë të lejushme. Gjithashtu, nëse nuk janë të domosdoshme, dhe nuk janë të rekomandueshme, janë konferencat apo tryezat në vende si hotelet, pra që nuk janë të hapura ose lehtësisht të qasme për shtetërorët e rëndëmt, edhe pse në këtë thirrje ndoshta mund të mos ketë për shembull tryeza me pjesëmarrës të tjerë, po eventualisht nëse në një farë forme mund të jetë diçka e tillë, normalisht është e preferueshme që të bëhen në ambiente më të hapura, pra hapësira publike që janë më të qasshme. Studimet kërkimore apo të fizibilitetit, veç se nëse janë gjithsesi të domosdoshme dhe ajo ka një arsyeshmëri mbrapa, atëherë po në përse vetëm të ketë studime kërkimore dhe fizibilitetit nuk janë të kualifikueshme dhe udhëtimet studimore jashtë Kosovës gjithashtu nuk janë të kualifikueshme. Kostot e kualifikueshme, çka janë të lejuara pra si kosto është të jenë të nevojshme për zbatimin dhe arritjen e rezultateve, të jenë të arsyeshme dhe të justifikuara, ju vetë se do ta keni normalisht në formën e buxhetit edhe kostot që duhet të zbërtheni, ato duhet të jenë të arsyeshme dhe të justifikuara. Gjithashtu në përgjithësi të jenë të mbushin kërkesat e legjislacionit tatimor në fuqi, të ndodhen gjatë zbatimit të grantit, të tregohen në buxhetin e miratuar të gjitha kostot, shpenzimet dhe të jenë të identifikueshme dhe gjërmueshme. Ndërsa kostot jo të kualifikueshme, pagat të stafit, përveç në rastet kur një përqindje e caktuar e kohës së një antari të stafit i dedikohet specifikisht menaxhimit të aktiviteteve të zhvillimit organizativ. Pra të pagat, në këtë rast, thirrja për shembull nuk është vetëm për ta ilustruar si me grante adicionale që ka më shumë fleksibilitet në kuptimin e caktimit të burimeve njerëzore. Edhe për paga, nëse kemi një person, një staf, i cili merret me menaxhimin e grantë, normalisht lejohet caktimi i një pagë dhe një përqindje, po jo të jetë granti i dedikuar për paga të stafit dhe përqindja apo përqindja më e madhe e grantit të jetë për pagat e stafit. Shpenzimet administrative, përveç shpenzimeve që janë të dedikuara posaçërisht për aktivitetet e grantit për zhvillim organizativ. Shpenzime administrative tjera të organizatës që mund të jenë të nevojshme në një farë forme ose jo, por që nuk lidhen me aktivitetet e grantit për zhvillim organizativ nuk lejohen. Renovime ose ndërhyrje në objekt në zyrë nuk lejohen. Blerjet e pajisjeve të cilat nuk janë të domosdoshme për zhvillimin organizativ të synuar. Në këtë rast pajisjet që u tha më herët, si për shembull blerja e softverëve, që një shembull më konkret, apo ndonjë pajisje si laptop që i ndihmojnë zhvillimit organizativ dhe janë të domosdoshëm, ato edhe janë të paraqitura edhe në grantin e synuar lejohen, por blen pajisjet që janë komplet të shkëputura për zhvillimin organizativ dhe nuk janë të paraqitura për ndërlidhjen e zhvillimit organizativ nuk lejohen, detyrimet doganore dhe të importit gjithashtu nuk janë të kualifikueshme, borxhi ose pagesat për humbje, nëse ka ndaj borxh, normalisht organizata nuk lejohet të paguhet ti paguajnë përmes grantit për zhvillim organizativ. Tatimi mbi vlerën e shtuar të VSH për faturat mbi 200 euro të VSH-ja nuk lejohet të paguhet dhe kjo gjithashtu është dokumentuar në dokumentet e punës së KCF-s që më pastaj ndahen edhe me grantist përfitues gjatë punës përgatitore para implementimit të grantit, pra deri në 200 euro mund të paguhet të VSH-ja, pas 200 euro nuk lejohet dhe si OJQ jemi të liruar nga ky obligim. Gjithashtu, ripagesat e huaz dhe interesit nuk janë të kualifikueshme, tarifat e këmbimit valutor, shpenzimet e amortizimit të pajisjeve, blerja e tokës ose pronës së paluajtshme, blerja e automjeteve ose generatorëve, pagesa e shpenzimeve që mbulohen nga donatorë të tjerë. Nëse ka një donator dhe ju dëshironi të mbuloni shpenzimet për ta, nuk lejohet dhe kredi për palët e tjera nuk lejohet apo nuk është e kualifikueshme. Procedura e aplikimit, dorëzimi i aplikacioneve, dorëzimi i aplikacioneve bëhet vetëm përmes sistemit online të aplikimit. Pra, aplikimet që dërgohen eventualisht me email
në KCF, në emailin e ES apo në emailin e KCF-s, nuk pranohen. Aplikacionet të dërguara në ndonjë formë të tjetër, qoftë dorëzime në zyre apo në rrjete të tjera të komunikimit nuk lejohen, pra e gjitha bëhet vetëm përmes sistemit online të aplikimit grants.kcffoundation.org, por edhe linkun e thirrjes e keni edhe në udhëzues, edhe në thirrje në webfaqe, po ashtu edhe në faqe tjera të KCF-s është i prezantuar linku për kyçje dhe për aplikim. Afati është 28 qershor 2026 në ora 23:59 dhe aplikacionet e marra pas afatit nuk do të merren parasysh. Prandaj inkurajoni të gjitha organizatat që të dorëzoni aplikacionin para fundimit të afatit ose të mos ta lëni plotësisht në fund, për shkak që edhe mundësi që të ketë probleme teknike të internetit, energjisë elektrike, aspekte të tjera janë të mundshme dhe në këtë rast KCF-ja nuk merr përgjegjësi për ato probleme teknike, pasi që konsiderojmë që afati ka qenë i mjaftueshëm për dorëzimin e një aplikacioni. Pyetje rreth aplikimit, nëse keni edhe gjatë ditës së sotme diçka edhe për te infosesionit, më falni, mund t'i dërgoni në e@kcfoundation.org dhe ato do t'i trajtojmë bashkë me ekipin e granteve. Çka janë disa dokumente të detyrueshme dhe të rëndësishme në procedurën e aplikimit për grant për zhvillim organizativ. Domosdoshmë duhet të jetë certifikata e regjistrimit të OJQ-s e lëshuar nga departamenti i OJQ-ve. Në rast që një organizat është rishtazje themeluar dhe nuk e ka certifikatën zyrtare, letër konfirmimi zyrtar nga DOJQ, edhe ajo është e pranueshme, por duhet të jep dokument zyrtar nga departamenti i OJQ-ve për tu pranuar si dokument për aplikim në këtë grant dhe grant të tjera të KCF-s. Deklarata për personat të ekspozuara politikisht, do të thonë sipas shabllonit EA Kosovë në sistemin online të aplikimit, ju duhet ta nënshkruani, ta pranoni në sistem online, ta lexoni deklaratën dhe ta shihni nëse dikush nga stafi udhëheqës i organizatës apo më shumë bie në ndonjërin prej kategorive të personave të ekspozuara politikisht. Gjithashtu deklarata mbi vlerat themelore për fituesit e EA Kosovë, buxheti i propozuar për zhvillim organizativ sipas shablonit të EA Kosovë, i çastshëm në sistemin online të aplikimit po ashtu. Plani vjetor i punës për gjithë organizatës për periudhën e aplikimit me indikacione të qarta të aktivitete kryesore, të cilat kërkohet mbështetje nga EA Kosovë, korniza logjike e dokumentit strategjik të organizatës sipas formës EA Kosovë, Logical Framework, domethënë, edhe ajo është e qasshme edhe në sistemin online të aplikimit, po edhe në webfaqe ku ju mund ta shihni paraprakisht. Normalisht është një set i dokumenteve të detyrueshme pas përzgjedhjes në listën e ngushtë. Normalisht vlerësimi shkon në 2 faza, po vlerësimi në 2 faza pas kërkesave të dokumenteve do ta shtjelloj. Në lista e ngushtë janë ata që kalojnë kuotën prej 61 pikëve në vlerësimin fillestar të aplikacioneve. Nga ata kërkohet që t'i dërgojmë më pastaj statutin e organizatës, versionin e shkruar identik me statutin siç është dorëzuar në departamentin e OJQ-ve. Në rast se fondacioni se aplikanti është fondacion ose institut, lista e anëtarëve të bordit drejtues, në rast se aplikanti është shoqat, emri kryetarit të kuvendit të anëtarëve, nëse shoqata ka bord ndërmjetësues apo organe të tjera, listën e anëtarëve të këtij organi, gjithashtu edhe listën e anëtarëve të kuvendit të anëtarëve. Pasyrat financiare vjetore për 2 vitet e fundit, pra 2024 dhe 2025, raportet e auditorit për 2 vitet e fundit, 2024 dhe 2025, është e rëndësishme të thuhet se tek raportet e auditorit, nëse organizata që aplikon obligohet me ligj që të posedoj raport auditimi, duhet të dërgojë, dhe nëse organizata, edhe nëse nuk e ka statusin e përfituesit publik, nëse organizata ka raport auditimi,
për këto vite ose cilën do për këtyre viteve duhet ta dërgoj ato. Po në rast se organizata nuk ka raport auditimi, le të themi për shkak të qarkullimit më të vogël, nuk ka pas kërkesë, nuk ka pas mundësi, edhe aspekte tjera, nuk është penalizues në kuptimin diskualifikimit për shkak që nuk e posedon raportin e auditimit, për shkak që thirrja është dedikuar edhe për organizata edhe më të reja që kanë më pak fonde ose punë me grante, me fonde dhe që detyrimisht ende nuk ka pasur mundësi ta kenë një proces të auditimit. Vlerësimi i aplikacioneve bëhet në dy faza. Është kontrolli administrativ, që është verifikimi i kritereve formale, pra plotësimi i aplikacioneve, kriteret formale që janë normalisht të gjitha pyetjet, përfshirëtaria, gjithashtu ato që i thamë fillimisht, sjellja që në cilën kriter bie, edhe aspekte tjera, dhe vlerësimi i përmbajtjes është vlerësimi substancial i aplikimit, bazuar në kriteret e vlerësimit që pas pak do t'i paraqes. Pra, që shë thash pak a shumë, kontroll administrativ i përfshin të gjitha kërkesat administrative dhe teknike, kriteret e kualifikueshmërisë për organizatat, dokumentet e detyrueshme, shumën e kërkuar dhe kozgjatin e grantit, pra që të jetë brenda kërkesës, që është minimum 6 muaj dhe maksimum 12 muaj. Aplikacionet që nuk e plotësojnë kriteret e specifikuara nuk do të kalojnë në fazën e vlerësimit të përmbajtjes. Pra, në momentin që nuk i përmbushni kriteret administrative, nuk ka lënë tutje për vlerësim të përmbajtjes dhe diskualifikoheni që në start. Gjithashtu, rezultatet e pajtueshmërisë administrative do t'i komunikojnë çdo aplikanti me shkrim, që normalisht nëse për shembull nuk i plotësohen kriteret administrative, ju me email të pranoni një nga një cilat kritere nuk kanë qenë në rregull apo nuk i keni plotësuar dhe nuk janë në përputhje me thirrjen e shpallur. Vlerësimi i përmbajtjes bëhet edhe kjo gjithashtu në dy faza. Faza e parë është shqyrtimi i dokumenteve dhe është e rëndësishme të cekët që të gjitha grantet e KCSF-s vlerësohen nga një ekip i vlerësuesve të granteve, që është ekip i jashtëm, pra nuk është ekip i brendshëm i KCSF-s i stafit, po ekip i ekspertëve të jashtëm me një përvojë shumë të gjatë dhe të dëshmuar në fushën e shoqërisë civile, demokratizimit, punës me projekte dhe donatorë të ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar. EVG-ja, pra ky ekip i vlerësues i granteve, vlerëson sipas kritereve dhe ato që janë gjithashtu të cekura edhe në udhëzues, edhe në thirrje, që është cilësia dhe rëndësia e qëllimeve dhe drejtimit programor të organizatës, është 15 pikë apo 15% maksimumi, cilësia e dizajnimit të zhvillimit organizativ, duke përfshirë vlerësimin bazë dhe relevancën e tyre në raport me qëllimet programore dhe drejtimin e organizatës, pra këtu e kemi të përfshirë dhe vlerësimin atë pjesën që veç e kalova në fillim, e ka 40% të vlerësimit nga aplikimi. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të synuar në punën e organizatës është 15%, nga tërësia e 100%-shit, çështjet horizontale kanë pikësimin 10% në tërësinë e vlerësimit të aplikimit, niveli i kapacitetit organizativ dhe qeverisë së brendshme 10% dhe efektiviteti i kostos së buxhetit, pra se sa është efikas dhe sa i përmbush buxheti kërkesat e organizatës, sa është efektiv ato kostet e paraqitura në aplikim, apo sa janë realiste dhe jo realiste, e kam vlerën 10% në tërësinë e aplikimit dhe vlerësimi maksimal për aplikim është 100 pikë. Pragu për listën e ngushtë që vetëm e interpretova një herë, thash, së paku të jenë 61 pikë nga 100, pra nëse 61 pikë e më tepër i keni marrë si organizat, atëherë kaloni në vlerësimin e përmbajtjes. Faktikisht nëse i merrni 61 pikë në vlerësimin e përmbajtjes, atëherë jeni në listën e ngushtë për intervista publike. Gjithashtu edhe në listën e ngushtë
siç e tham edhe më herët, i kërkohen dhe ato dokumente shtesë nga statuti e më poshtë që ti dërgoni pastaj në këtë fazë, po pasi të kalohet në fazën e listës së ngushtë, ajo është një komunikim tjetër që ekipi i KCF-s i Kosovë e bën me grantist apo me aplikues. Gjithashtu, çka është e rëndësishme tek vlerësimi, që gjithsesi është e domosdoshme që të ketë gjysmën e pikëve në dispozicion 50% në secilën nga 6 kategoritë e paraqitura. Për shembull, që po e marr kategorinë 2. Nëse vlerësimi i kategorisë 2, vlerësimi i tërësishëm i ekipit të granteve, vlerësuesve të granteve, nuk e kalon më shumë se 50% nga maksimumi i pikëve, po është nën 50%. Dhe në kategori tjera i keni kalu përmi 50%, një farë formë mund të numëri 61 pikë, atëherë diskualifikoheni. Ose në ndonjë prej kategorive tjera, ta marrim shembull edhe cilësinë edhe rëndësinë e qëllimeve të drejtimit programor, pra duhet të mirën më shumë se gjysma e pikëve nga kjo kategori apo nga secila kategori. Prandaj, në rast se hipotetik dikush mund të ketë 61 pikë dhe njërën kategori i ka më pak se 50%, le ta themi 40%, 30%, atëherë duhet ta dini pse cila është arsyeja që nuk shkon në tutje për vlerësim edhe në intervista publike apo nuk hyni në listën e ngushtë. Pra ky është një element i rëndësishëm, po është gjithashtu i theksuar dhe i paraqitur edhe në udhëzues edhe në dokumente tjera të KCF-s. Vlerësimi i përmbajtjes, faza e dytë, apo edhe deri tek intervistat publike. Pra, lista e ngushtë që e tham, përmi 61 pikë dhe mbi 50% në secilin prej 6 kategorive, është një proces gradual që KCF-ja ndërmerr me secilin prej organizatave që kanë aplikuar dhe janë në këtë fazë. Ajo përfshin vizitat në zyre, pra do të keni një vizitë në zyrë nga KCF-ja, apo ndryshe quhet edhe screening, ku do të ketë një vlerësim me fokus tek mi pa edhe një herë, pavarësisht aplikimit të juaj vetë vlerësimit, por edhe në një komunikim të drejtë për drejtë me organizatat, me pa se ku qëndrojnë organizatat në qeverisjen e brendshme dhe menaxhimin financiar dhe KCF përgatit një raport për secilin organizat para intervistave publike dhe shihet se ku qëndron organizata, po screening përpos nëse ka ndonjë shkelje flagrante ose një paraqitje komplet të rreme të informacionit në formën e aplikimet nga vizita në zyrë ka edhe karakter diskualifikues. Po në raste tjera, edhe nëse organizatat qëndrojnë jo shumë mirë në qeverisjen e brendshme në menaxhimin financiar dhe këto aspekte janë të detektuara edhe për punën me me granti për zhvillim organizativ, nuk ka aspekt penalizues në piksim apo në vendimin përfundimtar. Dhe është pjesa e intervistave publike, që gjithashtu përbën totalin e vlerësimit, është pra kumulative komplet si vlerësim i aplikacioneve apo propozimeve të juaja. Intervistat publike, pra nëse disa ose dikush nga ju nuk e ka pa, KCF janë bërë intervista publike për secilin grant të EJA-s dhe intervistat shkojnë live në faqen e KCF-s në rrjetet sociale, respektivisht në Facebook. Prezantimi bëhet përballë ekipit të vlerësuesve të grantit, të cilët e kanë bërë dhe vlerësimin e parë të përmbajtjes. Është prezantim i shkurt, do të jetë prezantimi i propozimit të grant në 5 minuta, pyetje dhe përgjigje pastaj shkon me ekipin e vlerësuesve të grantit në 10 minuta dhe i gjithë sesioni zgjat 15 deri në 20 minuta maksimum si pyetje dhe përgjigje për propozimin e juaj, çështjet që i ka pa EVG-ja dhe për mbledhjen e vlerësimit kumulativ. Takimi dhe vendimi final, ekipi i vlerësuesve të granteve rishikon pikët e vlerësimit bazuar në intervista, pra vlerësimi fillestari përmbajtjes dhe vlerësimi pas intervistave e nxjerr rezultatin final për secilin organizat.
dhe ekipi vlerësuesve të granteve rekomandojnë listën finale për ndarjen e grantit për zhvillim organizativ. Vendimi për grant së paku 71 pikë në total dhe gjysmën e pikëve në dispozicion 50% në secilën nga 6 kategoritë. Kuota gjeografike vetëm e folëm që është 30% jashtë Prishtinës, pra që duhet të jetë 30% e kuotës jashtë Prishtinës, dhe veto nga donatorët. Veto nga donatorët i bie që pasi KCF-ja e dërgon listën me përfitues të grantit për zhvillim organizativ, atëherë në rast se ka ndonjë mos përputhje me vlerat apo ka ndonjë problem që donatorët tonë mund ta kenë me ndonjë organizat, ata e kanë të drejtën e vetos, ose nëse ka një përkrahje komplet të ngjashme në ndonjë prej thirrjeve të tyre, atëherë kanë mundësinë e përdorimit të vetës, po gjithsesi vetoja është në diskrecion të donatorit dhe jo në diskrecionin e KCF-s. Njoftimi për vendim dhe mekanizmi ankimor, aplikantët normalisht masit të bëhet vlerësimi total i grantit për zhvillim organizativ, gjithashtu aplikantët i marrin përgjigjet me shkrim për vendimet nga ekipi vlerësuesve të granteve, sqarimet shtesë, pra janë në 3 faza, ku janë piket totale, piket për kategori dhe rënditja përfundimtare në listën përfundimtare të aplikacioneve. Pra ju do t'i merrni edhe piket për secilën nga kategori, ku e shihni se si jeni piksuar nga të 6 kategoritë. Gjithashtu, KCF-ja ka të lejueshme dhe është mekanizmi i ankesës, që është i qasshëm edhe në webfaqe, por ankesa duhet të ketë një arsyeshmëri të fortë dhe të bazuar, pra nëse ka ankesë pa një bazë dhe vetëm dërgohet që nuk është aplikuesi i kënaqur me vlerësim, atëherë një ankesë e tillë mund të hidhet poshtë, por normalisht kjo do të trajtohet nga komisioni i brendshëm, por në interpretim, në vlerësim të ekipit të vlerësimit të granteve, komisioni i brendshëm nuk lëshohet. Por në rast se vërtetohet ose ka bazë që ndonjë kategori nuk është vlerësuar, ndonjë dokument i dërguar nuk është vlerësuar si duhet, qoftë buxheti i propozuar apo diçka e tillë, dhe ka një lloj baze që kjo nuk është vlerësuar, atëherë mund të shihet nëse ka lëshim ose jo. Prandaj edhe tek ankesa është mirë që nëse veç vije puna, të lexohen edhe një herë kriteret të cilat janë publike në faqen e KCF-s. Procedurat pra janë publike për sqarime shtesë dhe për ankesa, po ashtu publikimi i fituesve në fund pas këtij procesit bëhet në webfaqe të KCF-s. Roli i KCF-s është përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e programit, rolin mbështetës për ekipin e vlerësuesve të granteve, përcaktimin e kritereve të vlerësimit, dizajnimi i sistemit të vlerësimit, përzgjedhja e rastësishme të anëtarëve të vlerësimit të granteve nga grupi i vlerësuesve të jashtëm dhe realizimi i kontrollit administrativ. Pas vendimeve përfundimtare, normalisht KCF-ja është i përgjegjës edhe i gjithë ekipi për kontratat, për menaxhimin e granteve, për finalizimin e dokumenteve, buxhetin final, kornizën logjike dhe planin e aktiviteteve, që do të jetë një proces që ne quajmë edhe lloj coaching apo trajnimi, sepse do të punojmë me të gjitha shtojcat e dërguara dhe monitorim të zbatimit të grantit në vazhdimsi, normalisht me kërkesa, me detyrime dhe përgjegjësi nga të dyja palët. Datat e rëndësishme, veç se janë të paraqitura, po i ndajmë edhe një herë, thirrja vetëm se është shpallur me 26 maj 2026, sesion informues e kemi mbajtur sot, edhe pse afati për kërkimin e sqarimeve pyetjeve ka qenë deri më 19 qershor, në rast se keni pyetje edhe sot, po dhe në vazhdim ne do t'ju kthejmë përgjigje, gjithsesi pyetjet e sotshme, cilat do t'i marrim, do t'i publikojmë edhe në webfaqe të KCF-s, tek pyetjet më të shpeshta, tek ikona e granteve në webfaqe.
afati për dorëzimin është 28 qershor 2026, i cili duhet të respektohet dhe i dërgimi i aplikacion pas afatit diskualifikohet. Informatat për rezultatin e kontrollit administrativ, më së largu deri me 3 korrik 2026. Informatat për aplikant në listën e ngushtë do të jipen gjatë ngushtit 2026. Vizitat e KCF-s tek aplikant në listën e ngushtë, edhe këtë do ta bëjmë në fundin e ngushtit fillimin e shtatorit dhe do të kemi komunikim të drejtë për drejtë me organizatat. Intervistat publike do të mbahen shtator, eventualisht në tetor 2026 dhe kjo do të njoftohet me kohë. Vendimi përfundimtar do të bëhet në tetor 2026 dhe nënshkrimi i kontratave dhe fillimi i zbatimit të granteve për zhvillim organizativ do të bëhet gjatë nëntorit 2026. Nëse kom fol shpejt, ju kërkoj falje, ose nëse ju kom pak prezantimi ka mund të tingëlloj dhe më gjatë, por ka aspekte të rëndësishme që kemi mendu me i trajtu veç e veç me bo më të lehtë edhe përgatitjen e juj për aplikim dhe me pa më sakt cilat janë kriteret, kërkesat dhe mundësitë në të vërtetë për përfitime nga gëzhoja. Tash do t'i pranojmë edhe pyetjet e juaja, nëse dikush ka ndonjë pyetje. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Falenderoj për shpjegimin. Shpresoj që diçka ka kuptuar, diçka më gjatë edhe nuk ka ik. Deshta me bësh një rezumim të shkurt. Për shembull, na si organizatë këtu në Vështrem mirë më shumë në mënyrë vullnetare me monitorimin e komunës, edhe me probleme ndryshme socioekonomike të qytetit, edhe si staf me gjatë kemi përgatitur atë që kërkon kriteriu. Tash e kemi kuptuar pasi kemi dërguar dy vullnetarë në trajnim tek kjo. Do më thonë për një vëkon shumë pasuni e mirë informata që kanë morë ato dhe dhonat, se si u dhejqet me të vërtetu e që ja. Të ishte me ditë të kësë të pa kualifikume ju përmend edhe pagat, përveç stafit angazhum. Në këtë rast, dikush që pa tjetër do të mirë, dhe më thonë, me këtë proces, pra neve vishtë në do të pa tjetër, dikon me angazhum, ndoshta me 70% kohës, ose me 50%. Pra në këtë rast i kemi detyrueshëm dikon për stafit me pagun. Gjithashtu edhe të vlera pajisjeve që nuk janë të domosdoshme, a në kupton kjo për shembull laptopat për staf ose diçka tjetër, sepse na do të punojmë në mënyrë vetanore, apo në secilë mënyrë vullnetare me pajisjet tona, tash po pretendojmë do të thonë me shku me nivel tjetër të organizimit. Tash vetë se kemi fituar një projekt për UNDP-s, për qeverisë lokale. Ndërsa kategoria juve është tim tjetër komplet, për neve normal është të risi, po edhe një mundësi e mirë. Desha tash me ditë anasagjeroni jo për shembull orientimin këtë rast po flas për organizatën tonë, apo do të na me morë një vendim për çka po pretendojna me post ose kërkesat e tona kështu me radhë, por cila është shkon sugjerimi jo të këtë rast për neve. Okej, po më fillimisht te pjesa e pagave e thamë që po lejohet një person përgjithës për grantin që me pas të parapam një pjesë të pagës për këtë grant. Te pjesa e blerjeve të pajisjeve, për shembull, pajisjet si laptopët për zyrë, normalisht duhet të jenë të arsyetuar edhe në aplikim, edhe me pa ndërlidhen çu ndihmon granti për zhvillim organizativ dhe çu ka rrit kapacitetet e organizatës. Në aspekt të sugjerimit se çka me u fokusu, na nuk mundim me sugjeru, për shkak se këta duhet me bo vetë ju bazë të gjendjes që ne keni, ju e njihni më mirë nevojat e juve. Gjithashtu edhe pjesa që thatë jo, që ju kanë ndihmuar edhe pjesëmarrja në shkollën për aktivizëm, po edhe pjesa e vetë vlerësimit, edhe në bazë të thirrjes, kritereve, edhe kapacitetit që i keni, ju mundin me vendosë se a jeni të themi të aftë për me e marrë përsipër një grant të tillë. Po edhe këtë pjesë të vlerësimit se sa jeni të aftë, pavarësisht nëse jeni në një nivel fillestar që mos më penalizu, e merr më pastaj edhe ekipi vlerësuesve të granteve në bazë të dokumentacionit, në bazë të propozimit, në bazë të mënyrës së qysh i qasën i komplet zhvillimit programor dhe organizativ. Po normalisht nëse vlerësohet që nuk ka fare kapacitete, atëherë ajo mundet me u reflektu në pikësim, po edhe për organizatat e reja,
nuk është përjashtues totalisht ta thej migranti për zhvillim organizativ. Nëse ka kapacitete njerëzore, nëse janë qëllimet programore të qarta, nëse po dini ka keni më shku në një farë forme, ose cilat i keni kërkesat për këtë grant që një mojnë më zhvillu, nuk e përjashton aplikimin e juaj, nëse kesh i qartë. Nëse në kodë dikush pyetje tjetër, e kom një detyrë, se unë kuptu këtu në situatë ku thotë që pagesa në nga vërjet stopet dhe personelit, diçka kështu ka qenë, pas mëna me gjetë ta kjo është kriterin të kjo, nuk duhet ta kalin 20%. Po. Do më thonë, shpenzimet administrative, ishte një sekond, burimet njerëzore dhe shpenzime administrative. Do shpenzime administrative që janë buxheti administrativ që janë për shembull për tarifa bankare, për aspektet zyrës dhe e stafit nuk do të me kalu 20% e total të granit. Për shembull, për 15.000 eurove, nuk duhet më kalu ma shumë se 20% për burime njerëzore dhe për shpenzime administrative në buxhetin e propozuar. Domethënë e bëni një kalkulim kur të bëni tërësisht buxhetin, e shihni se sa është përqindja për burime njerëzore dhe për shpenzime administrative ku është edhe ndarja e shpenzime administrative është kolone veçantë në buxhet realisht, ku janë të ndarë me ato kategoritë për shpenzime administrative. Pra është total 20% i totalit të grantit. Nuk guxon me kalu më shumë se 20%. Për paga dhe për shpenzime administrative që janë në buxhet. Faleminderit shumë, Ormo. Po, faleminderit juve. Më duk e pat dorën e ngritur edhe një pjesëmarrës, Arta Berisha. Po, përshëndetje Arbër, faleminderit shumë për prezantimin. Më fal se po kam probleme me internet, po dal disa herë dhe po kthehena. Edhe disa prej shpjegimeve tua sigurisht i kam humbur, po shpresoj që e marr regjistrimin edhe i dëgjoj. Unë përfaqësoj një organizatë të re të themeluar në gusht të vitit të kaluar, edhe natyrisht në procesin e vetvlerësimit, nevojat për ndërhyrje janë në të gjitha fazat, në të gjitha fushat, për shkak se organizata është e re. Po, siç e tha edhe ti, edhe siç po e kuptoj edhe unë në bazë prezantimit, është punë edhe prioritetësh, domethënë cili është prioritet më i madh ose më i vogël ose ku mendon që ti mundesh mi dal pa tash domethënë përpara se me kriju vetë gjykimin, ndeshta më siguru edhe për një përgjigje prej teje ndoshta. Cila kish më qenë këshilla në këtë fushë që ti ja jep një organizatë të re siç është kjo e imja, domethënë me themelu me vitin e kaluar, që unë e përfaqësoj, në kuptimin që nëse ka nevojë për ndërhyrje në të gjitha fushat, a është më mirë që të fokusohemi sepse ka hapësirë që të bëhet diçka në të gjitha fushat me këtë grant, po ka hapësirë natyrisht që të bëhet vetëm në një ose dy, për shembull nëse marrim menaxhimin financiar, ndonë se nuk është in-house, e bën një kompani e jashtme, mendoj që deri më tash kemi funksionuar shumë mirë. Po në të ardhmen kjo ka nevojë që të bëhet brenda, apo jo? Po nëse kjo nuk është prioritet, sepse menaxhohet mirë për momentin është duke funksionuar mirë, a mundemi na me kalu prej kësaj fushë pavarësisht që është shumë e rëndësishme, te një fushë tjetër ku për momentin domethënë ka hapësirë për me punu më shumë normalisht në se po ata dokumentin. Po te puna e vetvlerësimit për shembull, menaxhimi financiar është tepër e rëndësishme. Po sistemet programore dhe strategjia natyrisht ka hapësirë se menaxhimi financiar veç po e menaxhojmë me një kompani të jashtme. Kështu që a mundemi domethënë këtu me kalute, po e dim që krejt janë të rëndësishme sepse organizata është e re, po më fokusu te prioriteti, për shembull, sistemet programore dhe strategjia, përfshirja e qytetarëve edhe modalitetet për qëndrueshmëri financiare që unë përshoj që janë tepër të rëndësishme. Po, Arta, faleminderit për pyetjen e ndërhyrjen. Pa dash me tinglu arrogant ose i keq kuptuar, sugjerime specifike nuk mundem me ju dhënë as këshilla, për shkak se kjo duhet me kon komplet në diskrecionin dhe në domenin e juaj. Normalisht çka po mundohem është me ju paraqitë se çka është e lijueshme dhe çka mundeni me përfitu. Tek pjesa që e thatë si organizatë re që mundeni me pas nevojë për të gjitha kategoritë,
çka mundem të këshilluar që ju në bazë të përpunimit të aplikimit, të aplikacionit, ju e shihni se ku janë nevojat më të mëdha dhe çka ju kish ndihmu ky grant për zhvillim organizativ. Edhe caktimi i prioriteteve duhet me u bo, po ajo normalisht komplet diskrecion ju, në bazë të nevojave që ju po e shihni që janë më imediate, më të nevojshme në këtë situatë. Ose duhet me pa se sa ky buxhet, kjo thirrje për 15.000 eurove mundet juve më ndihmu në përmirësu fusha të cilat keni nevojë. A mundeni me mbulu disa fusha me këtë buxhet, apo nëse e bëni vlerësim, vetë vlerësim dhe një situatë shihni që dy fusha janë në nivel më kritik, prapë është në vendimin e juaj dhe nuk ka që ta themi, nuk më thonë që ka diçka të gabueshme, se nuk po duhet të tingëllu sugjestiv, ndoshta po sugjeroj. Jo, nuk është. Në vlerësim, se për Jo. shembull që ajo ke ideja jo, atë më tepër që ideja është që për shembull vlerësuesit e shohin që nevojat janë të gjitha, po masanej ne vendosim për prioritete se e shohim ka po shkon organizata dhe i kemi objektiva të qarta. Domethënë ideja është përjashtuese nëse ti fokusohesh në dy fusha imediate, prioritare, pavarësisht që nevojat mund të jenë më të mëdha, po tash na me 15.000 euro ose me 15.000 euro. Domethënë që kjo ke ideja është përjashtuese se jo, tamam puna e kuptoj çësjen e juaj. Nuk ka kuptimin përjashtues nëse identifikoni dy fusha ose se keni më shumë fusha ose keni vendosur diçka, po normalisht edhe në këtë pikë ekipi vlerësuesve e kanë vlerësimin autonom dhe ne nuk ndërhyjmë si KCSF, po ideja e grantit është që me ndihmu organizatë që ka nevojë për zhvillim dhe është e pritshme që në disa fusha dikon me qëndru pak më dopt, dikon më mirë, po qysh e thamë edhe në prezantim, edhe që është dizajnuar dhe vetvlerësimi është që të paktën nëse me anë të vetvlerësimit ju i keni identifiku 2-3 çështje imediate që po e themi edhe kryesore që duhet intervenim më të shpejt, edhe janë gjetje reale që munden me u rregullu në fund të grantit, diçka e tillë është e rekomandueshme edhe në aplikacion po dhe sot që unë e prezantova. Diçka përjashtuese nëse diçka mbetet jashtë, nuk përfshihen të gjitha fushat e ndërhyrjes dhe ka fokusim, nuk është përjashtuese, por mandaj vlerësimi bëhet në mënyrë kumulative nga ekipi vlerësuesve të granteve dhe në bazë të propozimit të juaj, vetë vlerësimin e shohin se çysh e keni prioritizuar dhe çysh po dëni këto prioritete me i arrit në fund të grantit. Okej, e kam edhe një pyetje se nuk jam e sigurt që ndëgjova mirë te puna e dokumentave. Po. Tash unë kam hap aplikacionin, a janë të gjitha dokumentet brenda aplikacionit, a duhet me shku të marr dokumentet se unë gati të menu me dorëzu veç aplikacionin. Domethënë kur hyn në aplikacionin online dhe e plotson. Po në këtë rast përveç certifikatës, po. Tjera që me për shembull deklarata e personit të ekspozuar politikisht është e vendosur brenda aplikacionit. Ju duheni me e pranu vlerat themelore janë gjithashtu brenda të aplikacionit, duhet me i pranu, certifikata duhet me u upload si e gjithashtu edhe uploadohet certifikata po. Tak, gjithashtu edhe buxheti, korniza logjike edhe plan aktivitete janë 3 shtojcat, anekse, cilat janë edhe në sistem online të aplikimit, cilat duhet me u plotësu dhe me u uploadu në aplikacion. Okej, do të thënë korniza logjike se këtë se kisha po. Buxhetin po. Okej, mirë, faleminderit. Më fal se miki kjo pjesë. Po, dhe plan aktivitete janë dokumente cilat janë të uploadueshëm në sistem, certifikata po ashtu, kurse dokumente tjera në shortlisting pas listës të ngushtë, ajo vjen në proces tjetër. Po për ato jemi në kontakt pastaj me organizatë që kalojnë në atë fazë dhe për ato kërkohet me u uploadu statuti, lista e kuvendit anëtarëve, bordit, që mos t'i cekë edhe një herë, po ajo është në fazën e dytë. Në këtë fazë. Ajo është qartë ajo. Certifikata, letër konfirmimi, korniza logjike, plan aktiviteteve, buxheti, edhe vlerat themelore personat të ekspozuar politikisht që vishen brenda aplikacionit, cilat duhet me i konfirmu, po duhet me u lexuar se veç me ja bë confirm edhe nëse del që është informacion i rrem, mundet me çu deri në diskualifikimin në këtë fazë. Për shembull, se dikush bie në persona të ekspozuar politikisht, ta themi brenda periudhës 2 vjeçare të kaluar ka qenë staf politik, ka pas pozitë politike, ka pas që janë të përcaktuara në dokument dhe tash ka deklaruar që nuk bie në atë kategori, mund të ketë diskualifikim. Jo mund të ketë, po
do të ketë diskualifikim në rast se ka deklarim të rrem tek kjo pjesë. Mirë, faleminderit shumë. Okej, pe lexoj edhe një pe lexoj, Nëse Ma del- lejohet. veç një sekond Faton, veç po lexoj një Okej. pyetje në chat, është Alia Vujinović, e thotë që nëse mund të merr një certifikat pas përfundimit të ngjarjes ose një certifikat pjesëmarrje, nuk po e kuptoj sakt a e ka për pjesëmarrje në këtë infosesion apo në fund të grantit. Nëse e ke fjalën për infosesioni nuk ka pjesëmarrje me certifikat ose ndonjë letër ose diçka, është infosesion informues për granti për zhvillim organizativ. Nëse e ke mendimin se a përfiton ndonjë certifikat në fund të grantit, edhe kjo nuk është nuk ndahet certifikat për shkak se është kontrata që është përfunduar me sukses, është raporti auditimi dokument që granti është përfunduar dhe është përfunduar plotësisht, dhe në rast në ndonjë aplikim që duhet ndonjë konfirmim, KCF-ja e ka një shabllon të letër të konfirmimit, jo letër referencë që vetëm konfirmohet që është përfunduar granti, për shembull për zhvillim organizativ nga kjo datë në këtë datë dhe nëse janë përmbushur kërkesat kontraktuale. Po certifikata të veçanta që është përfunduar granti nuk ndahen. Po Faton? Ndërun këtë pjesën, po të më lidhë me kolegën që ka për vëndari politike. A është fjalla për antarësi, a është fjalla për ndonjë foto me në kompozitorëve ndonjë herë dykon ndonjë rrët social, apo është fjalla në të bem, që në të këmë bashkë qarë. Për arsye, për shembull, unë kam qenë me reprezentantori i VV-s dhe vitit 2022, për që 4 vjetë kam as në aktivitet politik. Absolutisht, dhe më thonë që 4 vjetë. Po. Me asë një parti, dhe më thonë, asë të kam postime rrjetet sociale, asë kohë diçka, dhe më thonë, një profili. Mirë po, dashka kafe, foto të këto me dëkan, s'ka pas kohë, sa është të gjitha partive i kam. është këto penalizim, ose është anem, që të orgjën këtë rast kjo. Kisha rekomandu me lexu komplet këta dokumenti për personat e ekspozum politikisht, i cili i ka të shtjellum cilat janë kërkesat për me u konsideru si person i ekspozum politikisht. Në këtë rast, normalisht na nuk unë me ndërhyrë në jetë private se cilit, po nëse je pjesë e një organizate dhe merr pjesë në tubime elektorale ose në pjesë në fushata dhe diçka e tillë promovohet edhe në rrjete sociale, normalisht është e pjesa pastaj edhe të vlerave themelore, të pjesa e integritetit, transparencës dhe mënyra edhe të rrezikimit të reputacionit edhe për organizatën e juaj, po edhe për KCF-n si lloj përkrahjeje për organizata që janë të lidhura me parti politike. Tek personat e ekspozum politikisht, që tash e hapa edhe këtu dokumentin për hir të korrektësisë, po ju kisha rekomanduar edhe një herë me lexu, mos më lënë vetëm në këtë infosesion që me paraqit. Personi i ekspozuar politikisht do të thotë çdo person fizik, vendas ose i huaj të cilët i është ose u janë besuar poste të larta politike publike se president, kryeministër, ministër, zëvendësministër, këshilltar politik, shef i kabinetit, deputet të kuventit, antarë të organeve drejtuese, qeverisëse të partive politike në nivel qendror ose lokal, antarë të gjykatës kushtetuese dhe gjykatës supreme, ambasador ose të ngërkuar me punë në përfaqësim të shtetit, ose zyrtar të lartë ushtarak, kryetar komunash, kryetar komunash, drejtor komunal, këshilltar politik të kryetarëve ose nënkretarëve, shefa të kabinetit të kryetarëve dhe nënkretarëve, antarë të listës së partive politike që garojnë në zgjedhjet lokale ose nacionale dhe antarë të kuvendeve komunale. Personat në njërin prej posteve të cekura më lartë konsiderohen që janë personat ekspozuar politikisht nëse janë në një post të tillë ose kanë qenë në një post të tillë një periudhë prej 4 vjetësh para datës së paraqitjes së kërkesës për financim në KCF. Ju tha që 4 vjet nuk jeni aktiv në parti politike. A jemi sakt? Mënët me thonë, do shtatori 2021-ës ose shkurti 2022-ës, nuk e dita saktë.
Okej. përbesë në këtë disak, po që nga atëherë domethënë asnjë lidhje, të tash e gjetë edhe në foilën këto që e lexova ti. Asnjë prej këtyre pikave domethënë nuk bëj pjesë, Okej. edhe nuk kam kohë në postime për në Çaj këtë më aspekt kështu. çaj më rëndësi me trajtu dokumentin edhe me pa edhe kozgjatin kur ke qenë aktiv në politikë në këtë rast nëse kanë kalu 4 vite dhe nuk jeni aktiv në politikë dhe nuk keni post politik publik në kategoritë cilat i hyn personat e ekspozuar politikisht, atë keni të drejtë aplikimit. Në këtë rast, për shembull, personat e OJQ-ve nuk duhet të jenë në pozita udhëhecëse në organizatë jo qeveritare që aplikon, pra, nëse dikush për organizatave ka persona të ekspozuar politikisht apo PEP, nëse janë për shembull, nëse edhe udhëheci i kuvendit të anëtarëve është person politik në bazë të kritereve që i ka KCSF-ja, person i ekspozuar politik ose udhëhec kryetari i bordit, gjithashtu diskualifikohet organizata, nuk lejohet me apliku, udhëhec ose anëtar i bordit, drejtori ose drejtore ekzekutive, menaxher ose menaxheri i programit ose menaxheri financiar domethënë postet të ngjashme të larta programatike, programore të organizatave, nëse kanë ndërlidhje me kategoritë e PEP-it, nuk janë të lejushme të aplikojnë ose në rastin tjetër diskualifikohen. Okej, po e shoh Elvir Maliqi, përshëndetje. Nëse jemi përfitues të një granti për vullnetarizëm dhe jemi në proces të punës ende, a kemi të drejtë të aplikojmë edhe në grantet për zhvillim organizativ? Elvir, në parim po këtë përgjigje po ta kthejmë edhe me email direkt për të qenë më i saktë, vetëm të konsultohemi edhe me ekipën e Resource Center se ku qëndron puna me grant edhe me i pa edhe disa aspekte të kontraktuale të cilat i keni me arsim, po për të dhënë përgjigjen 100% të saktë, që po e marrë dhe si shënim edhe emailin e juaj edhe ju komunikojmë me email, nëse është në rregull kjo. Po ju komunikojmë sot, më thënë pas takimit, ju komunikojmë që jeni të ose jo. Faleminderit shumë. Okay. A ka ndonjë pyetje Arber, tjetër? a mundemi me pas linkun e takimit sot? Ë, A e publikoni? po besoj që vetëm jam edhe pak kohë kur të Okej. komunikoj me ekipën, për shkak që je kemi inqizu edhe ju Se unë shkruajmë. në plot pjesë s'kom pas internet, se kom pas ndërprerje vazhdimisht. Okej. Thashtë të ndëgjoj kështu për se edhe Po, mos më bes pa informata, të paktën. po. Pa problem se po Faleminderit. normalisht komunikojmë edhe këto, po por mos më mbet vetëm në infosesión, edhe infosesioni pak a shumë është transmetim informatave edhe me të udhëzuesit për aplikim të aplikacionit në tërësi, kështu që nuk ka diçka përtej kërkesave që janë të dokumentuara, po edhe me juve komunikojnë edhe me email në direkt kështu personal lidhur me kërkesën për video të infosesionit. Okay. A ka dikush ndonjë pyetje, shtesë? Nëse nuk ka, po mendoj edhe vetëm një sekond. Okay. Po nëse rastësisht edhe pas infosesionit, ka diçka që ju ka rënë ndërmend, edhe pse shqetësakëm tek pjesa e afateve që dërgimit pyetjeve ka kalu, po prap nuk është diçka problem, na pranojmë edhe sot edhe pas takimit në ndonjë pyetje, nëse ke nevojë për lidhur me aplikimin program për zhvillim organizativ, për Artën dhe Elvirën i komunikojmë edhe me email direkt pas takimit lidhur me dy kërkesat e tyne. Pjesa tjetër e pyetjeve dhe shqyllimeve se i trajtum, po nëse jo, atëherë
Faleminderit shumë për pjesëmarrjen, edhe për pyetjet, për interesimin që e patët për këtë infosesion. Shpresojmë që sadopak kemi qenë të qartë ose ju kemi ndihmu në përgatitjen e aplikacionit të juaj për grante për zhvillim organizativ. Një thirrje e fundit, respektoni afatet, shikoni kërkesat në detaje, trajtoni udhëzuesin, trajtoni edhe dokumentet tjera, core values, vlera themelore, gjithashtu personat e ekspozuar politikisht, edhe qasjen e bazuar në drejtat e njeriu dhe këtë dokumente tjera të KCF-s, të cilat ndihmojnë për përgatitjen e thirrjes për aplikim dhe për hapa tjerë qysh e trajtuam, keni me qenë të informuar me kohë në secilin hap për secilin etapë të vlerësimit, prej pjesës administrative deri tek ata tek intervistat publike dhe pas intervistave publike në bazë të sistemit që veç e paraqitëm sot në infosesion. Me kaq po e mbyllim këtë infosesion. Ju faleminderit shumë edhe një herë edhe ju uroj një ditë të mbarë dhe sukses të gjithëve.